Në tremërorin e dytë të vitit 2025, treguesit e punësimit, papunësisë dhe forcës së punës kanë përsuar të gjithë rënien në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke reflektuar të kurrin e fortë të popullsisë më shumë se zhvillimet në tregun e punës. Sipas të dhënave nga anketa tremërore të forcave të punës, numri të punësuar mbi 15 vjet arriti në 1.178.084 persona në tremërorin e dytë 2005, duke u tkurrur me rreth 10.872 individ krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, që përkon me një ulje prej 0.9%. Kjo rënje u reflektua kryesisht tek të rinjt 15 deri në 29 vjeç, ku numri të punësuarve u reduktua me mbi 11.000 persona, si dhe tek grupet mosha 30 deri në 64 vjeç, ku tkurrja ishte mbi 7.000 individ. Në tërësi, numri të papunëve mbi 15 vjeç mbetet pothuajse pa ndryshuar, duke u ulur me vetëm 311 persona, ndërsa norma më e lartë e rënies u regjistruar sërish tek të rinjt 15 deri në 29 vjeç me një tkurrje prej 5.6%. Nga ana tjetër, grup mosha 30 deri në 64 vjeç pa një rritje të lehtë të papunëve, duke sinjalizuar sfida të reja në tregun e punës për këto kategori. Brenda këtij grupi të rinjt patën rënien më të fortë me mbi 22.000 individ më pak, ndërsa grup mosha 30 deri në 64 vjeç pa një rritje me 2.073 persona, duke treguar se grup mosha e re po tkurret dhe përfshirja në punësim po zhvendoset drejt moshave më të vjetra. Në tërësi, të dhënat sinjalizojnë një dobësim të tregut të punës gjatë vitit 2025 nga tkurrja e popullsisë dhe sidomos grupeve të reja në moshë.